Për sa kohë ishin çift, ata krijuan shumë rrëmuj në rrjetet sociale, po flasin për Lediana Prengën dhe Mevlan Shabën. Së fundmi, veprimi i Lediana Prengës ka marrë vëmendjen e rrjetit. Ajo ka ripostuar një video ku shfaqet kënga Mevlanit, pra ishte dashurit e saj. Ky veprim i saj nga Dixit u mor si një ngacmim mediatik, dhe shumë nga fansat e saj nuk e pëlqyen këtë gjë, dhe kjo për shkak se Mevlani tani më ka vazhduar jetën e tij dhe pret të bëhet baba për herë të parë. Ndërsa një pjesë tjetër e fansave mendojnë se do të ketë një ribashkim mes Mevlanit dhe Ledianës, por kjo mbetet vetëm të shihet. Nga ana tjetër ne duhet t'ju themi se Mevlan Shaba është përfolur shumë për lidhjet e tij romantike dhe së fundmi ish konkurrente e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Livia Brunga, e përmendi gjatë kohës se ajo ishte brenda shtëpisë së famshme duke deklaruar një dashuri të madhe për Mevlan Shabën. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.